25 gëzhoja automatiku, të gjitha të qelluara nga njëjta armë, janë sekuestruar në vendin ku ekzekutua Aleksandër Koçeku, në fshatin Lind përgjatë aksit Kir Prekal në Shkodër. 40 vjeçari është qelluar rreth orës 19 të mbrëmjes së shtunës, ndërsa ka qenë një kalimtar i rastësishëm ai që ka konstatuar automjetin me viktimën brenda dhe ka njoftuar menjëherë policin. Nga këshyrja e parë e grupit hetimor rezulton se autori ose autorët i kanë zënë prit 40 vjeçarit dhe e kanë qelluar me breshëri automatiku. Viktima lëvizte me kujdes për shkak të gjakmarrjes dhe punonte në një furrë buke. Hetuesit po administrojnë pamjet e kamerave të sigurisë përgjatë itinerarit që ai përshkoi, megjithatë në zonën ku ndodhi atentati nuk ka kamera, çka e vështirëson zbardhjen e ngjarjes. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se pista kryesore ku janë përqendruar hetimet lidhet me një vrasje të mëparshme, ekzekutimin me armë zjarri të Angelin Shkambit në dhjetor të vitit 2017. Atëherë vëllai i viktimës së sotme, Artan Koçeku, qelloi Shkambin me 10 plumba, pasi e kishte thirrur për në një takim. Sipas dosjes hetimore të asaj kohe, konflikti lidhej me një borxh për rreth 40.000 eurosh, por edhe me një çështje nderi pasi viktima kishte patur një lidhje me motrën e vëllezërve Koçeku. Artan Koçeku po vuan dënimin për atë vrasje. Familjarët e Aleksandër Koçeku deklaruan se dyshojnë se atentati është kryer për gjakmarrje, duke e lidhur pikërisht me vrasjen e 9 viteve më parë. Kushëriri i viktimës, Mark Koçeku, u shpreh se familja e tyre janë në gjakmarrje që prej vitit 2017, kur u vra Angelin Shkambi, dhe se viktima Aleksandër Koçeku lëvizte me kujdes nga frika e akmarrjes. Babën e tij e kam bash dialogjin. A ka pas një problem? Keni pas djeni që ka pas një konflikt, ka një problem? Konflikt si e din në shteti, e din gjithkush. I konflikt si këna pasur për tjetër se di. Po ashtë rujt apo ka do lirëshë? Rujt është për nuk duhet me hangër. Nuk ka që avon kush me rëndë se duhet me hangër. Na këna konflikt si e din edhe ju për shalë, se na këna njën burë për jatë punë, si ka pas i zhak bërë që dikuj. Për tjetër gjënë u se di. Punë të shpija kërësisht, është punë një furrë buke të kanë punë në kënjati Shkodër dikun. Pa keni martuna, po ka pas fëmijë apo jo? Ja. Ndërkohë, Aleksandër Koçeku ishte personën e tim dhe në dosjen e vrasjes së Paulin Prekës e ndodhur vitin e kaluar, ndërsa prokuroria e Shkodrës pak ditë më parë zgjati me 3 muaj afatet e hetimit për këtë çështje. Sipas organit të akuzës, ai dyshohet se ka qenë i përfshirë së bashku me Vasil Koçekun dhe Claudio Lisajn në planifikimin dhe realizimin e vrasjes së 19 vjeçarit Pavlin Preka në shkurt të vitit 2025, pasi ky i fundit po planifikonte grabitjen e vajzës së Vasil Koçekut për të fejuar me të edhe pse ajo nuk ishte dakord. Policia dhe prokuroria vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes, identifikimin dhe arrestimin e autorit ose autorëve për vrasjen e Aleksandër Koçekut.